është aq aksidentale kjo. Unë nuk mendoj se është aq aksidentale hapja e këtyre podcasteve. Unë mendoj tjetrën që duke ditur që neve të tre vim nga media. Të tre punojmë në një media. Part-time, full-time, pak rëndësi ka, e kemi prekur si analist, si moderator, si gjitha. Patjetër. Media ka vdekur, vëlla. Po ti shikosh gjitha media ta me minus. Po thua financiarisht apo po thua financiarisht, po. Po shohësh pasqyrat financiare të mediave janë shumë keq në raport me çka kanë qenë. Po mirë, si vazhdojmë? Bra, kjo është ide. Si funksionojnë këto me minus? Po sepse kanë, më thënë, janë pjesë e grupeve, vëlla. Që do të thotë një biznesmen shpendi ka ujin këtu, ka Molton këtu, ka telefonin atje dhe janë 3 portofola. Çfarë do thotë 3 portofola? Nuk mecën kjo. 2 portofolet e tjerë prodhojnë një pjesë të teprisë saj, kaloi kësaj vetëm për të qëndruar. Pse? Sepse media është pushtet. Ata nuk punojnë për lek, vëlla. Ata punojnë për pushtet. Tani, a i jepet pushtetit gjithve? Pyetje. Sa të çmendur kemi nxjerr neve njerëz që kanë pas pushtet këtu. Po ti rëndisim 100 vjet shtet që kemi, nuk kemi pasur një normal, gjithë psikopatër, gjithë smur. Edhe nuk është e kot që e thon jepi dikujt pushtet për të parë se si është realisht. Po më thonë si puna e alkoolit, nëse ti pi me mo alkool, do shikosh që unë kam pjenë mirë se karakteri im nuk është i vrazhd. E kam me dashuri, një tjetër të njëjtin alkool e kam me sherr, pra amplifikon atë që je ti, nuk është se pushteti ty të bën të keq. Ja vërtet. Se kanë fol mira filozof që Platoni thoshte. Jo, nuk të bën keq, po thjesht tregon atë që je. Pikërisht pra. Ose janë delir dhe njerëzit tu janë delir. Por problemi që ti qëndrojmë asaj pyetjes tonë. Po, te media. Te podcastit, te media. Te podcastet. Meqense media po vdes, këta duan të mbajnë statusin e tyre civil, le ta quajmë. Çfarë do të thotë statusi civil? Duhet të jenë prapë në lojë. Ka krijuar një metamorfozë gjëja, pra mediumet janë transferuar në YouTube, në Spotify, në rrjetet sociale, dhe këta e kanë humbur pushtetin. Pra ti po të shikosh sot televizione, se s'du me përmend emra me ju prish me punë të gjitha, televizione emisione që janë 30 vjet në treg, ti po shikon që po sillin majmun aty. Debila funksional që bërtasin kot në për studio. Pra, është ajo shpreha, fshati digjet, ajo shoqja krifet. Pra, ty po të vidhen 200 milion euro ditë për ditë tendera dhe ti na bën edhe promovimin e turizmit shqiptar. Ti 32 vjet. Në vërtetë, kjo është një farë cinizmi i madh karshi publikut. Jo më vlla, kjo është pështym. Kjo është pështym, si hapet ti emisionin. Ti hape emisionin, më ka marr mallit, ju them që më ka marr malli për juve. Ai e shikon publikun e vet si sklavë zotëri. Ai jo personi më. Ai dhe të gjithë ata që mendojnë se modeli, fenomeni. Po. Ai e shikon për ti përshtyr. Dhe ka rrezik që edhe ne po të ishim atje do të funksiononim njësoj sepse është modeli i tillë, pra është klapa e tillë. Prandaj lind nevoja e podcasteve. Jo vlla, për shembull, unë kam trajtuar te Oponenca News 24, është podcast televiziv. Nami le të bëhet atje për primet për të gjitha. Unë kam thënë është podcast televiziv. Nuk marr këtu njerëz që të shahen me libër shtëpie me njëri tjetrin, se doni klikime. Është shumë e thjeshtë vëlla. Të bëjnë tjerë çfarë duan, shpendi nuk e bën ata. Nuk është interesi me përplas vjolen me egonin. S'kam interes, nuk marr kënaqësi. Unë du me nxjerr 2 gjona, 3 mesazhe. Eksakt, se kjo i mungon sot medias. Kanë ardhur personazhe për shembull Olsi Azexhi. Ka ardhur te podcasti im gjithë e urrejn vëlla. Kur vjen puna, Olsi nuk qenë aq i keq sa e mendonim neve. Po normale më çfarë preti nga Olsi kur moderatori dhe 4 ftuar i ngren kurthe. Mos të mbrojë Olsi, mos kundër sulmoj. E vërtetë është një gjë që ndodh. Është e vërtetë është kjo. Përmendë një pjesë, duket sikur po hapen podcaste kaq shumë që të zëvendësojnë në një lloj forme ato që po i mungon sot nga media. Unë mendoj tërësisht të kundërtën, mendoj që kjo tendenca për tu hapur kaq shumë podcast është bërë shumë komerciale. Pra, njerëzit po e bëjnë për të fituar se ju duk një formë e mirë parash, por nuk ka as sens as thel pjesa më e madhe. A folëm që parë kur ishim duke të mosur një cigare që na bën dëm dhe Lieni Duanin çuna mos. Çuna dhe goca, edhe adoleshente se edhe po ta themi ne që kemi që 15 vjeç që kemi filluar, është të mërshme, a kupton që hipokrizia, është ata. Jo ti mirë se çfarë po ti mosnim, se për një moment thash, po ti mosim cigare, po e kapa dhe unë atë, e kapa dhe unë se fillojnë pas e bëjnë këto skupet, po ti mosim cigare. Dhe tash domethënë që atë podcastin që kishin 123 subscribers dhe 10 sponsora. Po. Pra. Tash filozofia ime podcastit është unë do ta hap që të krijoj brand. Trup podcast është brand. Ma thon shumë veta, unë jam i fundit që e kam besuar. Bilesu se besoja as tani që po ta them se nga që jam brenda gjës,
Edhe e sheh punën për ditë aty. Ja, gjitha defektet, njerëzit nuk I shikojnë ato defekte. Edhe thua, jo, tash mos u tallni se unë e di si është kjo gjë nga brenda. Pikërisht pra. Po pse podcast? Se zgjodhe në një moment, një vit e pak apo jo? Po, një vit e gjys. Inshallah janë 10 vite gjys, 20 vite gjys, po një vit e gjys jemi gjallë. Duket që do shpendja. Dashurojmë është djalim. Kru podcasti është djalim. Ka qenë Viola, po ky soli është djali ynë? Patjetër. Juve keni mirë se e mirëmani dy veta, unë jam babi dhe mami vet. Ne kemi got. Ja, okay, mirë. Se është kinoteka. Domethënë, unë atë e quaj Gashi Stein. Domethënë, është Gashi Stein sepse është Frankenstein im valla. E kam kriju unë me duart e mia, me duart e çunave të mi, shokëve të mi. Kur kam parë motrën e shokut tim Vilson Kulemani që e përshëndes, në orën 12:30 natës, bashkë me shokun tim dhe vllajën e saj Vilsonin, duke ngjitur parketin e podcastit tim 12:30 motrë e vlla, un kam qarë, o lale. Të vjen turp nga vetë. Po nuk, jo turp, më kam qarë, tham, dash ka njerëzit më. Më duan njerëzit më se domethënë pas ka njerëz që na dashkan se na thon gjithë jo, po gjithë me të futur e gjithë me radhë. Atë s'ke nuk kam për të harruar kurrë vlla. Me të drejtë po. Njerëz nga rruga që merren ti dorrisht na ke neve këtu. Erdhi njëri solli një laptop, tjetri solli një tastier, tjetri solli një këtë kamera, gjitha me radhë. Ti do jesh këtu se je joni o vlla. Po në të tilla raste kuptohet kur s'do vërtet. Në të tilla raste ne kuptojmë vetëm një gjë, që të japim një mesazh për gjithë gjusit tanë që Zoti ekziston. Okay. Nuk na flet siç do donim neve të merrte kjo shisha e springut goj tani dhe të nfliste të bëj këtë bëj atë. Mënyrat e Zotit janë të mistershme dhe janë të pafundme, sepse kapaciteti jonë mental nuk mund të arrit dot për një gjë që nuk e di, nuk mund ta tejkalosh dot veten, ne kemi limite. Do të thonë, atë për t'ju bëj një pyetje dyve, se ky është podcast. Si e konceptoni juve zbrastin? Është pa konceptueshme. Po pikërisht, se ne nuk e kemi konceptin e zbrastisë. Ne nuk e kemi konceptin që thoshë shkolla e Miletit, qenia dhe mosqenia. Çfarë është mos jesh? Se koncepton dot. Se konceptojmë dot pra të mos jesh. Unë ditë t'jem, domethënë të mos jesh për mua është mos jem tu tani. Po, okay. Po jo në kuptimin absolut. Po jo mos jesh, domethënë që ti të jesh I ndërgjegjshëm që nuk je. Mbetet diçka fizike, pra ti e di që nuk je. Metafizike është, domethënë nuk mund ta konceptosh dot vëllai që unë po mendoj që nuk jam. Pra unë jam I koshient që nuk jam këtu. Se mendon dot. Dhe për mua kjo është Zoti për mua. Okay. Domethënë një gep mes hynores dhe paditurisë, gjithaj gepi aty, gjithaj hapësira është Zoti. Dhe nuk është as njeri, as femër, as mashkull, as qen, as mace, as kastravec, deti, as lloj gjëje. Është energji, është frekuencë. Pra, pse neve na pëlqen radio? Sepse neve dëgjojmë frekuencën valla. Na fut në vibe, na muzika e bukur. Frekuencë. Muzika e bukur është frekuencë. Ka muzikë që mua më zgjojnë nostalgjinë, sikur kam jetuar në antikitet, unë kam lindur në 93-shin, ç'lidhje kam me antikitetin. Kur I dëgjoj ato lloj gjëra, më mbyll sytë dhe mendoj sikur ka ndonjë agor para, sikur ka ato shtyllat e gotike, a ku ta di unë domethënë, plantacione me ullinj. Mbyll sytë dhe dëgjoj muzikë dhe filloj imagjinoj, domethënë, si ma zgjon kjo muzika mua këtë nostalgjinë. Dhe a mund të jetë një nostalgji një përjetim që nuk e ke përjetuar? Kjo është pikë. Ti beson tek jetët e mëparshme të një njeriu? Unë besoj te vedia. Nuk e besoj aq siç e bëjnë këta pseudo-budistët. Po që ke qenë elefant, pastaj zgjohesh gazel, pastaj bëhesh femër këtu, ke bëhet ti. Unë besoj te energjia. Eja barabart më-cën katror, të ka thënë Einstein, nuk e kam thënë unë. Për mua njeriu më I zgjuar në botë është Tesla, po këtë ma ka vërtetuar dhe Einsteini që kur është pyetur për njeriu më të zgjuar në botë, ta nuk e di pyeti Teslan. Por di një gjë që energjia nuk zhduket. Vetëm merr formë. Dhe ne vemi energji. Se ne ndjejmë që jemi energji, tensioni, gjitha ulje, ngritje e sheqerit. Vërtet, po. Pra, kjo energjia ime diku konservohet. Edhe jote, e gjithëve neve. Unë hyj tek ai mendimi që ti e unë jam ti. Pra ti edhe Hitleri, ti edhe Mussolini, po ti edhe Mandela, ti edhe Margaret Thatcher, ti e gjitha. Sepse ne kemi demonin edhe të mirën mbrenda vetes, e ke të bardhën dhe të zezën mbrenda vetes, sepse ne jemi qenie mëkatare. Neve na ka beku krijuesi sipas Biblës apo Kuranit me vullnetin e lirë. Beson që ka ndonjë qenie aq të pastër që mund të mos bëj mëkate, që mund të jeti pa gabueshëm? Jo, për të vetmën arsye sepse unë mendoj ekuivalentimin e realitetave. Në qoftë se unë vras tani jam vrasës, në qoftë se unë vras në luftë jam hero. Okej, e bukur kjo, shumë e bukur.
Shumë e Lart. Lash një moment suspanse që. Ishte e bukur vërtet. Lart. Pra, domethënë gjithë ideja Në varësi të situatës ti merr edhe rolin. Është ekuivalenca. Pra kur ne themi është një sure në Kur'an që unë kam është sura ime preferuar faktikisht. Nuk besoj jam shumë larg diturisë kuranore. As nuk e pretendoj, jam thjesht mëkatar, just a poor sinner. Po kam lexuar 2 sure me thellësi, mbi 200 herë. El Name dhe El Kef. E 6-ta dhe 28-ta mos gabofsha. Okej. Në historinë e El Kefit është rrugtimi i Mojsiut në mos gabofsha dhe takon Hizrin. Dhe gjatë pelegrinazhit i thot Hizri Mojsiut a profetit, nuk e di tani se jam ignorant e kjo pjesa e fes, mund të bëj gabime, na falen gjithë besimtarët nëse gaboj nuk është me qëllim. Do bëjmë pelegrinazhin, po çfarë do lloj gjë që ndodhi nuk do flasësh fare. Gjatë rrugtimit ecën, shkojnë në një port, shikojnë një anije të 2 pleqve, futet te Hizri dhe dëmton. I thot profeti, "Ore çfarë po bëni, çfarë Zoti është ky që do me dëmtu këtë?" I thot, "Mbyllë gojën, thot, ose nuk e vazhdojmë bashkë pelegrinazhin, ti do flasësh në fund." Nëse thot, "Bën ato lutjet e veta, vazhdojmë." I gjen ata në shkretir. Vjen e goni, djali i ri në shkretir, e strehojnë, hap syt profetin natën, shikon Hizrin duke i prerë fytyn. Por çka ka ky Zota që po vret njerëz ti? Do ta mbyllësh gojën, tha, ose do ta ndalojmë këtu udhtimin bashkë. Në fund fare shkojnë te shtëpia e disa fëmijëve jetim. U aprish murin që i kishte lënë baba. Amoni dha ata që edhe te fëmijët jetimta, Zoti jonta këtu. Erdhi rruga, erdhi fundi i rrugtimit ton, se po do të mënyrë më fshatareske në botë, po që t'japim fitojmë kohën. Tek ai porti po vinin disa pirata. I vodhën të gjitha anijet, vetëm anijen që gjymtuam neve nuk e vodhëm, se ata nuk vjedhin gjëra të dëmtuara. Ato dëmtime riparoheshin me shumë pak lek, dhe ai tani do ketë monopolin e gjithë tregut aty. Sepse ishin të 2 besimtarë. Djalin që u vra në shkretir, e vrava sepse ishte një hajdut që kishte përdhunuar dhe kishte vrarë fëmijë. Me vrasjen e tij, një embrion tjetër në barkun e nënës tij po lind sepse nëna dhe baba ishin besimtarë dhe do marrin fëmijën që ata meritojnë. Dhe tek ai muri që prisha tek ata fëmijët e tim, duke gjatë rregullimit ata do gjejnë sëndukun e arit që babaja kishte lënë para. Tani ma thojti mua Zoti është i mirë apo i keq, Zoti është i drejtë. Drejtsinë e tij ne nuk e kuptojmë dot sepse jemi qenë inferiore para krijuesit. Mbyllet diskutimi këtu vëlla.